pjesa e antarësimit në një parti politike është një mundësi për të kontribuar për vendin tonë, duke qenë më i mirë aty ku je, qoftë në shkollë, qoftë në punë, duke dashur që të kontribuosh sa do pak për ndryshim. Në 2 vite, po t'i përmend të tëra, sheshin, rrugën, pedonalen, gjithçka që ndryshon në Lushnjë, them që kjo na bën apo na motivon më shumë për të vazhduar ndryshimin. Them që e vlerësoj disa fish faktin që ju keni bërë këtë zgjedhje, duke besuar tek Partia Socialiste, duke besuar te misioni i saj, duke besuar që duke qenë pjesë e një force tillë politike mund të sjellë një transformim në shoqërinë shqiptare. Është partia më e madhe në vend, është partia më demokratike, më transformuesja. Them pjesa e aderimit në një parti politike sigurisht është përgjegjësi në radhë të parë. Shikon një model apo një përqasje demokratike dhe një përqasje që kërkon të bëjë më të mirën për këtë vend. Dhe besoj që ju e keni një shembull të transformimit dhe të ndryshimit me qytetin tuaj, me Lushnjën. Që nga 2013 deri tani, projektet që janë realizuar në Lushnjë janë shumë më tepër se që Lushnja ka marrë në 25 vite. Unë si ministre kam dhe në patronazh gjimnazin 18 tetori, ku jam diplomuar dhe vetë, kështu që kam më tepër përgjegjësi, dashuri dhe përkushtim për atë shkollë. Desha t'ju falendoroja për investimet që keni sjellë në qytetin e Lushnjës, si lagjen 18 tetori e cila kishte një kohë të gjatë pa marrë investime. Brenda vitit mbarohet plani përgjithshëm vendor i Lushnjës, cili është një dokument edhe ndihmon direkt në investime. Investitorë të huaj, investitorë vendas, din nëse ka një plan zhvillimi dhe din ku do ndërtohet, ku zhvillohet bujqësia, ku turizmi, ku diçka tjetër, e kanë më të lehtë dhe ka një garanci më shumë për të investuar. Pas përfundimit të këtij trajnimi, më bëri që të përgjigjem edhe në punësimit pal zyrës së punës, të punësoj pranë institucionit Bashkia Lushnjë. Kjo arritje, këto zhvillime që më jep zyra punës, më bëri që të regjistrohem edhe në Parti Socialiste. Duke qenë se jam edhe vetë pjesë e rinis, prit që të kemi shumë mundësi që të zhvillojmë gjithë potencialin që ne kemi brenda vetes. Duke besuar tek vlerat e vërteta dhe duke hedhur poshtë antivlerat, të gjithë në të voglën tonë të bëjmë më të mirën e mundshme që pastaj kjo të shpërblehet në një gjë më të madhe për gjithë shoqërinë. Aktualisht jam e punësuar në zyrën e aseteve dhe menaxhimit të strehimit. Fakti që jam pjesë e Partisë Socialiste nuk lidhet me punësimin. Unë jam punësuar para se ta antarësohesha dhe kjo është një arsye më shumë se jam pjesë e Partisë Socialiste për faktin se më përkrau atëherë unë kur kisha më shumë nevojë. Me ardhjen tuaj, edhe me shtimin e antarësisë, kjo pjesa e jetës politike dhe kontributit dhe angazhimit të rinjve të jetë vërtet gjithmonë në mënyrë periodike, jo vetëm në fushata. Unë jam ndjerë gjithmonë e mbështetur nga forumi gruas, shumë këtu, po dhe nga forumi rinor. Por edhe kam qenë kritike kur ka qenë nevoja. Unë gjithmonë prisja dhe pres shumë më tepër nga të rinjt. Kryeministri ka thënë diku që nëse s'merrni ju me politikë, merret politika me ju. Po në fakt ka një hapësirë dhe një mundësi për ju për ta thënë zërin tuaj. Edhe përmes freshit, dhe përmes antarësisë tek Partia Socialiste, dhe përmes takimeve që bëhen, edhe duke sjellë të rinj, shok apo shoqe për të bërë pjesë e kësaj familje të madhe apo kësaj partie politike.